Festim Bexhdili, kopshtari I kompleksit Golden, ka treguar detaje në sallën e gjyqit nga zhdukja dhe vrasja e Jan Prengës në janar të vitit 2021. Bexhdili tha gjatë seancës se teksa ka qenë duke punuar në kompleksin Golden në Shijak, kishte parë një mjet Range Rover të futej në garazh nëntoksor, nga I cili kanë zbritur 4 persona të armatosur. Kopshtari shprehet se më pas I është afruar dhe e ka pyetur se çfarë kërkonin, ndërsa ata ju përgjigjen se donin 4 bidona me ujë. Ai tregon gjithashtu se personat nuk I ka identifikuar dhe se nuk I njihte, por referuar dialektet të tyre ishin nga veriu. Festim Bexhdili I është bindur urdhrave të tyre edhe për zhvendosjen e një trupi të pajetë nga Range Rover drejt një automjeti Fiat Doblo, automjet në pronësi të kompleksit. I pyetur nga prokurorët në sallë, kopshtari tha se ishte ndjer I friksuar dhe ju bindu urdhrave të tyre për të zhvendosur trupin në automjet. Duke ju përgjigjur pyetjeve të prokurorit Behar Dibra, ai ka pasur kontradikta në dëshminë e tij. Festim Bexhdili është larguar me të njëjtin mjet nga kompleksi përpos pamjeve filmike në sallën e gjyqit. Ai ka thënë se nuk është larguar me atë automjet, por me një tjetër. Bexhdili pretendoi se kishte gabuar kur kishte thënë që trupi ishte zhvendosur nga Range Rover në Fiat Doblo, ndërsa përfshiu edhe mjet të tjerë, pra nga Range Rover te një Mercedes dhe më pas te një Fiat Doblo. Isha duke pastruar pishinën kur erdhi një Range Rover I bardhë dhe u fut te garazhi. Shkova të pyesja, ishin 4 veta të armatosur, nuk I njihja, më kërkuan ujë dhe ju dërgova, isha I friksuar, më thanë ka vdekur njëri, më thanë ta kalojmë nga makina në makinë, isha shumë I trembur nga armët e tyre dhe sa pash një të vdekur. E kaluam nga Range Rover në Fiat Doblo, që e përdornim për furnizimet në kompleks, e zhvendosëm trupin. Fytyrat I kishin zbuluar, por nuk I kujtoj. Njëri kishte tatuazhe. Pastaj më kërkuan edhe një kazmë e një lopat. Nga gjua mu duken si nga veriu. Aty erdhi pastaj Altin Hajri. Ai I shau dhe I tha çfarë doni ju këtu, po na merrni në qaf. Ju kërkoj të ikin shpejt. Nuk e di ç'bëri Altini pastaj. Nuk e di çfarë I deshën kazmat e lopatën. Ju a dhash dhe ata u futën në makinë. Pasi ata ikën, unë shkova në shtëpi në Kavaj, thuhet në dëshminë e tij. Ai ka përmendur edhe praninë e Altin Hajrit I dyshuar dhe I pandehur për këtë ngjarje, ku sipas tij gjatë gjithë kohës këta persona ndodheshin në garazhin nëntoksor. Nga GKK u zhvillua seanca e radhës për Dritan Rexhepajn dhe disa të tjerëve të akuzuar për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jani Prengës, të ndodhur në janar të vitit 2021. Në këtë proces, përveç Dritan Rexhepajt, I cili është ekstraduar së fundmi në Shqipëri, të tjerët gjykohen në mungesë. Në seancën e sotme në kafazin e xhamt bashkë me Rexhepajn, ka qenë edhe Festim Bexhdili, I akuzuar, gjykuar e dënuar në një proces të ndarë të veçuar. Bexhdili, kopshtar në kompleksin Golden, ka dëshmuar momentet e fundit. Ai është I dënuar më herët me burgim të përjetshëm, ndërsa po rigjykohet në apelin e posaçëm pas vendimit të gjykatës së lartë. Kujtojmë se kanë kaluar 5 vite nga zhdukja dhe rrëmbimi I Jani Prengës, I cili u dhunua, torturua dhe më pas u dërgua I pajetë në Golden Resort, në pronësi të Altin Hajrit, nga ku u mor me një furgon të bardhë dhe akoma sot nuk dihet se ku ndodhet trupi I tij.